Seanca e sotme gjyqësore në kuadër të gjykimit për rastin Banjska u zhvillua e mbyllur për publikun. Më saktësisht, pjesa e dëshmisë dëshmitarit anonim me shifrën A2 u dëgjua pa praninë e mediave. Megjithatë, sipas dëshmisë të këtij dëshmitarin, të cilin e kishte dhënë prokurori e cila është publike, ai kishte dhënë detaje për sulmin terrorist të cilin e kishte parë të ndodhte. 3 terroristët e Banjskës dalën edhe njëherë para gjykatës për seancën e radhës. Pasi gardianët i sistemuan në vendet e tyre, në sallë hyri trupi gjykues. Me të filluar seancën, fjala ju kalua prokurorit special Naim Abazi për të dhënë një propozim. Kërkojmë që Zahtjevamo da kjo seancë da se ugoro që ishte e hapur për publikun bëj otvoreno za javnost, da se zatvori. Kërkuesisht Kërkesa për mbyllje të seancës u kundërshtua nga mbrojtja të akuzuarve. Arsye konkrete nuk kemi dëgjuar nga prokuroria, Tako da ashtu që predlažem da Propozoj. ne prihvatite ovaj predlog. propozoj që të mos e pranoni këtë propozim. Pas konsultimeve, trupi gjykues mori akt vendim. Aprovohet propozimi i prokurorisë Usvaja se predlog tužilaštva, që seancat e kalon në seancë të mbyllur da se ročište zatvori. gjatë dëgjimit të dëshmitarit anonim A2. Dëshmitari A2 në këtë seancë dëshmoi pa praninë e publikut, mirë po deklarata e tij edhe në prokurori tani më është publike. Aty tregon se në momentin e sulmit terrorist në Banjs ishte duke ecur në zonën kufitare mes Kosovës e Serbisë. Ka parë diku rreth 15 meshkuj të trajnuar me uniformë të gjelbërta, të lagur, të cilët tashmë kishin mbërritur aty në Banjska, të cilët kishin marrë pjesë në sulmin terrorist në Banjska, dhe atje priteshin nga gratë e tyre, motra dhe anëtarët e tjerë të familjes. Prej aty ka parë që shumë prej tyre vinin nga manastiri i Banjskës, dhe se ne kthemi presin 2 automjete të zeza të markës Dacia, të cilat besonin se vinin në drejtimin e tyre dhe ishin të pista dhe të lagura, nga shiu. Ky dëshmitar ka treguar dhe qëllimin e këtij sulmi si dhe vendodhjen aktuale të pjesëmarrësve në këtë akt terrorist. Qëllimi ka qenë që të kryet një sulm i cili si pasojë do të kishte friksimin e qytetarëve, tensionimin e situatës politike, acarimin e raporteve politike mes dy shteteve, Serbi-Kosovë, si dhe sulmin e institucioneve. Në këtë rast policinë e Kosovës, ashtu siç ka ndodhur, pasi që të njëjtat fjalë dëgjohen në Leposaviç dhe Novojpazar. Krejt kjo ka qenë planifikuar nga Milan Radojqiqi dhe grupi i tij të cilën e ka udhëhequr. Në fund e ka shtyrë se ky grup funksionon me pak ose një vit para sulmit, dhe të gjithë personat që punojnë në ushtrinë e Serbisë, nga Leshaku, Leposaviçi dhe Mitrovica, kanë marrë pjesë në aksionin apo sulmin e Banjsk. Së fundmi kryeterroristi serb Milan Radojqić u pa duke kujdesur për sigurinë e presidentit serb Aleksandar Vučić. Në një tjetër gjykatë në atë apelit ka dështuar të mbatë në seanca për shqyrtimin e ankesave të mbrojtjes të akuzuarve Jeton dhe Nejat Vllasaliu, të cilët janë të dënuar nga themelorja me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi. Përfaqësuesja palë së dëmtuar, avokatja Dafina Osmani, tha para apelit se nuk kanë pranuar ankesat e mbrojtësve të akuzuarve për të dhënë përgjigje në ankesat e tyre brenda afatit ligjor. Ndaj kësaj kërkese të avokatës Osmani nuk pati kundërshtim nga mbrojtja e të akuzuarve. E duke i parë këto rrethana, kolegji i apelit, i cili ishte përbërë nga kryetari Mentor Hajri, gjyqtarja referuese Kadrije Goga Lubishtani dhe antari Gjevdet Abazi e miratuan atë për ta caktuar seancën e radhës në muajin nëntor. Gjykata themelore në Prishtinë më 28 maj 2025 ka shpallur akt gjykim dënues ndaj Jeton dhe Nejat Vllasaliu, të duke i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi. Flasim edhe më tutje me lajmet nga drejtësia. Prokuroria themelore në Ferizaj, Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur akt akuzë për vrasje të rëndë ndaj të dyshuarit LF, në ndyshimin se ka vrarë burrin me inicialet BV më 23 janar të këtij viti. Sipas akt akuzës së themelores, i dyshuari së bashku me të ndjerin kishte vendosur që të shkonin në një vilë në malet e fshatit Burnik, komuna Ferizaj, por që një ditë pas gjatë rrugës që bën në përmale, LF ka goditur BV-n me armën që
e kishte ndjeri me vete. Po ashtu në përmal, ashtu që me të arritur në afërsi të fshatit në fjalë për motive të panjohura, i pandehuri e privon nga jeta tani të ndjerin duke qelluar në kokë me armën që i ndjeri kishte me vete dhe atë pushkë gjysma automatike kallash ku i shkakton plag vdekje prurse, thuhet mesjerash në akt akuzë. Për vepër tjetër penale, atë të korrupsionit po zhvillohet proces gjyqësor ndaj Faruk Mujkës, kryeshef ekzekutivi i ndërmarrjes Ibër Lepenci. Mbi këto akuza është deklaruar vetë ai para trupit gjykues, duke u deklaruar i pafajshëm dhe mohuar se i kishte kryer këtë vepër gjatë kohës sa ishte nënkryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut. Në këtë seancë ai u përfaqësua nga avokati Xhafer Tahiri, ish kryetari i Vushtrisë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Koalicioni i parë mes Vetëvendosjes dhe LDK-s u arrit. Pas atij në politik, kësaj radhe edhe në drejtësi. Kjo pasi Xhafer Tahiri i LDK-s përfaqësoi në gjykatë Faruk Mujkën e VV-s. Ky i fundit së bashku me ish-drejtorin për gjeodezi në Mitrovicë, Hysen Muzliukaj, u ulën në bankën e të akuzuarve për shkak të dyshimeve për korrupsion. Para se të filloj seanca, avokati Muzliukajt e vëllai avokati Xhafer Tahiri u bë nervoz me fotoreporterët. Keqa konsult të rrëpëj zëtëri. Po jo më të rrëpë mu. Edhe avokat, edhe krejtë. Nësëm ka u punë. Jo, dhe veqa përcjell gjuktimin e obër e përcjell për atje. Qa te e ki venin, jo ka. Këto ishin fjalët e vetme të Ahmet Tahiri në këtë seancë, pasi koha tjetër është rezervuar për organin e akuzës e për të akuzuarit. Në pyetjet e gjyqtares Mujka tregoi pozitet që mban e gjendjen ekonomike. Gjendje ekonomike, familje mes me do. E mirë. Pas verifikimit të dhënave, fjala jo dha prokurore speciale për leximin e akuzës. Të pandehuri kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm AKP-s në vlerën e objektit të tjetërsuar, këmbyer që ishte llogaritur të jetë 125.100 euro. Me këtë të pandehurit Faruk Mujka dhe Hysen Muzliukaj në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale, keq përdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Përveç kësaj, Mujka akuzohet edhe për mosraportim të pasurisë. Në shtëpinë e tij ka poseduar shumën prej 60.050 euro. Shumë kjo e gjetur dhe sekwestruar gjatë zbatimit të urdhërkontrollit të gjykatës në shtëpinë e tij në Mitrovicë, të cilat nuk i kishte paraqitur fare në formularin e deklarimit të pasurisë së vitit paraprak. I pari që nuk e pranoi fajin ishte kryeshefi i Ibër Lepencit. Ne ngarkuar për 2 vepra penale, cili është qëndrimi juaj për këto vepra penale? Nuk e pranoni pajësi për asnjërin nga veprat penale për të cilat ngarkohet në atë akuzë. Njësoj u deklarua edhe Hysen Muzliukaj. Cili është qëndrimi juaj edhe të Absolutisht i pafashëm. I pafashëm. Si në fillim, edhe në fund të seancës, pala tjetër u marrë me gazetarët. Pas në këtë seancë, Xhafer Tahiri u pa dhe në një ambient tjetër që nuk pritej. Pa autorizimin e partisë së tij LDK-s, ish kryetari i Vushtrisë u zhvendos te kalaja e këtij qyteti për të marrë pjesë në ceremoninë e arritjes së koalicionit mes tij dhe Sulejman Mehollit të Vetëvendosjes. Kjo ujdi që u bë në prani edhe me bekimin e Albin Kurtit zgjoi shumë reagime. Kjo marrëveshje nuk është kundër. Në mëngjes mbrojti zyrtarin e lëvizjes Vetëvendosje e në mesditë u takua me shefin e tij. Madje avokati Xhafer Tahiri, që doli i tretë në garë për vushtrim me LDK-n, lidhi koalicion publikisht me partinë e Albin Kurtit. E ky i fundit mori pjesë edhe fizikisht në ceremoninë e nënshkrimit të ujdisë bashkëqeverisëse në Vushtri. Datën 9 nëntor edhe le të punojmë jo për çdo ditë, por për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëm sot ta realizojmë me bashkëqeverisje mas 9 nëntorit me drejtorin Sulejman Meholli edhe me drejtorët të cilët do të bëjnë punë të mira e të mira për gjithë qytetarët e Vushtrisë. Sipas Tahirit të LDK-s, kjo është një mirë që po ju kthehet Vetëvendosjes. Lejoni që ju falenderoj për prezencën e juaj sot dhe them që ky koalicion, kjo marrëveshje nuk është kundër askujt, është marrëveshje për qytetin dhe për qytetarët e Vushtrisë ekskluzivisht dhe duke qenë një besimtar, unë besoj që e mira duhet më qenë të mirë.
në 2017 lëvizjave të vendosje kam shtetur ndryshimin ushtrik, sot LDK e kthem në ushtrik këtë mbështetje. Por vetë subjekti politik me të cilin ky garoi, por nuk shkoi as në balotazh, po e kundërshton veprimin e tij. Sipas komunikatës së kësaj partie, ata nuk e autorizuan asnjë koalicion të tillë. Lida Demokratike e Kosovës njofton antarësinë e vet dhe publikun e gjerë se nuk ka autorizuar dhe nuk autorizon asnjë koalicion lokal pa ndjekur procedura statutare të partisë. Veprimet e kandidatit tonë nevojshtre për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale, të papranueshme dhe në kundërshtim me procedurat statutare të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Më tutje këta paralajmëruan trajtim procedural sipas statutit të partisë pas përfundimit të garës lokale. E kundër kandidati i tyre, Ferit Idrizi PDK-s, e cilëson si të dështuar dhe beson se qytetarët do i besojnë sërish atij. Jo, nuk me dëpson as pak, sepse unë thashtë edhe njëre kam koalicionin me qytetarët e vushtrisë. Këtë koalicion që thashtë sa po në nështrujtën Gjafer Tahiri me Sulejman Mehollin e kam provu qytetarët e vushtrisë në vitin 2017 dhe janë dëshpru mas një viti me njerë, mas 2 viteve kam prish koalicionin, plus që është njëta përbërje, nuk ka diçka risi. Ndërkaq kandidati i lëvizjes vetëvendosje Sulejman Meholli e falenderoi Tahirin për, siç tha ai, gjenerozitetin dhe gatishmërinë. Pos reagimit zyrtar të partisë, edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku shkroi në profilin e tij në Facebook një status ku mes tjera shflitej për koalicionin mes Gjafer Tahirit e lëvizjes vetëvendosje në vushtri. Abdigjiku njoftoi se këtë të hënë u mblodh kryesia e partisë për të diskutuar për komuna që tashmë janë në balotazh, por mes rreshtave pati thumba për Tahirin. Këtu mbetet puna jonë, kështu projektohet LDK-ja jonë, për veten, për kandidatët tanë e fitoret tona. Çështje tjera periferike, ato të pashumbjeve e protagonizmave kohumbëse, do trajtohen menjëherë pas nëntorit dhe atë qartë e drejtë, ka shkruar Abdigjiku. Pos kësaj pakënaqësien dhe i vendimit të Gjafer Tahirit kanë dalë edhe nga dega LDK-s në vushtri, 2 asambliste të zgjedhura, Leonora Gërguri dhe Gentiana Rama, kanë shprehur publikisht distancim nga marrëveshja e Tahirit me vetëvendosjen. Në takimin e mbajtur dje, kërkova qartësisht të di nëse marrëveshja në fjalë është realizuar në bashkëndrim me qendrën e partisë dhe me statutin e LDK-s, ku nga kryetari Gjafer Tahiri u pohua se një gjë e tillë është bërë. Fotoja e bërë me duar të bashkuara mes asamblistëve, po keq përdoret dhe është realizuar pas një pohimi të rrem se ekzistonte koordinim me qendrën e LDK-s. Megjithatë, dua të theksoj me vendosmëri se çdo marrëveshje apo veprim i ndërmarrë jashtë kornizës institucionale të LDK-s pa miratimin dhe koordinimin e plotë të partisë, është i papranueshëm dhe i dëmshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për interesat tona politike, shkroi Gërguri në emër edhe të Ramës në Facebook. Deri te 9 nëntori, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vijon punën për të arritur te momenti shpalljes së rezultateve përfundimtare për votimet e 12 tetorit. Nga ky institucion po shkojnë drejt fazës përfundimtare që kjo të ndodhë dhe se numrimi votave nga diaspora po finalizohet. Numri pakove me vota të dërguara nga diaspora po shkon drejt fundit. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka vazhduar të hanan procesi numërimit të këtyre votave, që është ndër fazat e fundit të administrimit të zgjedhjeve. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka bërtëditur se ky proces po ecën pa pengesa dhe pritet të përmbyllet së shpejti. Ai ka theksuar se pas përfundimit të numërimit, rezultatet do t'i dorëzohen panelit përkatës për konfirmim dhe shpallje zyrtare. Gjatë ditës së sotme e hënë, planifikohet të përmbyllet numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, një proces i cili ka filluar të premten pasdite. Pas tyre, në radhë për të numëruar janë fletvotime që i takojnë votimit me kusht, i mundësuar në 54 vendvotime me kusht në 38 komunat të vendit, dhe fletvotimet nga votimi personave me nevoja të veçanta. Pas përfundimit të numërimit të votave të diasporës, do të nisë numërimi votave me kusht.
Në votimin me kusht janë më shumë se 2100 zarfe me flet votime, pra që i takojnë 2 lloje të zgjedhjeve, ndërka që numri votuesve të regjistruar me nevoja të veçanta është më shumë se 3400. Pas shpalljeve të rezultateve përfundimtare, subjektet politike kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në PZAP. Një tjetër rezultat zgjedhor vënoi shumë, madje theu rekord që të finalizohet. Po bën 9 muaj nga zgjedhjet nacionale të nënshkurtit dhe institucionet e reja ende nuk janë themeluar. Albin Kurtit i kanë mbetur më pak se 7 ditë që të sigurojë votat për qeverinë e re për të cilën u mandatua nga presidentja Vjosa Osmani. Shefja shtetit beson që po zhvillohen bisedime që kjo të ndodh, ani pse publikisht nuk dihet gjë. Deri më së largu të dielën duhet të thirret seanca për votimin e qeverisë së re. Por 61 votat e nevojshme s'po duket të jenë prioritet për Albin Kurtin që do jetë në Londër deri të mërkurën. Megjithatë, përkundër deklarimeve të qarta nga partitë ish opozitare kundër koalicionit, nënkryetaria e LVV-s dhe Kuvendit thotë se janë në kontakt me të tjerët. E interesimi për këtë çështje nuk ju duk me vend kryetarit të Kuvendit. Lidhur me qeverin, do t'ju njoftojnë sa po t'jemi gati. Faleminderit. Jemi në kontakt në vazhdimsi. Faleminderit. Zoti Basha, çfarë komentoni? Zoti Basha, keni vënë numrat me formu qeverin? Sot jemi për diçka tjetër këtu, për një kauz komplet tjetër. Ndonë se s'po tregohet publikisht, edhe presidentja Vjosa Osmani beson se ka përpjekje për formimin e ekzekutivit. Siç thot ajo, shumica e këtyre bisedimeve bëhen prapa dyreve të mbyllura. Shumica e këtyre diskutimeve mes partive politike ndodhin prapa dyerve të mbyllura. Shpesh herë ju e merrni vesh shumë vonë, madje nganjëherë edhe ne që ishim në parti e merrni vesh shumë vonë. Ju kujtohen disa prej koalicioneve të tilla, pra unë nuk do të sugjeroja që nuk ka përpjekje, sepse vetëm se ne nuk i dim, nuk do të thotë që ato nuk janë duke ndodhur. E kërkesën e listës serbe për mas të përkohshme, shefja shtetit po e cilëson si të panevojshme dhe humbje kohe. Besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat, siç e dini, e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini me ligjin për qeveri, kompetencat e qeverisë në detyrë janë të limituara, kështu që është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që Kuvendi është konstituar në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot. Këto deklarata këta i dhanë pasi morën pjesë në manifestimin tradicional informativo-kulturor me moton zbulimi i hershëm mbi jetesë në kuadër të muajit ndërkombëtar të luftës kundër kancerit të gjirit. Derisa të gjitha pritjet janë të kryetari vendosjes, veç edhe nesër ndodhet në Kosovë. Pas nesër të mërkurën, më 22 tetor ai udhëton për në Britani të Madhe, atje ku Londra do të pres samitin e procesit të Berlinit, një platformë ndërkombëtare që bashkon qeverit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltëzi, Maqedonia e Veriut dhe Serbi, së bashku me partnerët evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar si Nikoqire. Qeveria britanike ka njoftuar se qëllimi i samitit është të forcoj bashkëpunimi rajonal, të mbështes zhvillimin ekonomik dhe të përshpejtoj integrimin e Ballkanit Perëndimor me Evropën. Prioritetet përfshin forcimin e sigurisë, mbështetjen e aleatëve të NATO-s, luftimin e ndikimeve armiqësore dhe faktorëve të paqëndrueshmërisë, si dhe adresimin e kërcënimeve nga migrimi i parregullt, krimi i organizuar dhe financat e paligjshme. Një tjetër fokus është promovimi i rritjes ekonomike dhe heqja e barrierave për tregtinë dhe investimet përmes bashkëpunimit rajonal. Detaje për pjesëmarrjen e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit në këtë samit ka dhënë këshilltari i tij, Jeton Zulfa, i cili shtoi se 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kësaj radhe nuk do të nënshkruajnë ndonjë marrëveshje të re sikurse vitet e kaluara, por do të ketë deklarata të përbashkëta në drejtim të tregut të përbashkët rajonal dhe të energjisë. Heqjen e tërësishme të masave në mënyrë që mos mbetet si imazh i keq për vendin, sepse lehtësia me cilën janë vendosur nuk rezulton me vendimarrjen e njëjtë për të hequr ato. Ndërkohë që kushtet, apo le të themi kriteret që kanë qenë për vendosjen e masave janë adresuar para shumë kohësh, nuk ka pas dilemë që kryetari i komunës bashkë me zgjedhje
Qysh atëherë, kështu kanë qenë edhe 4 kryetarët në veri të cilët u zgjodhen me pak vota për shkak bojkotit nga komuniteti serb. Kështu ndodh edhe tash, pra nuk mund të bësh kryetar ndryshe pas se me zgjedhje. Çdo kush që ka dyshuar mendoj që Pikërisht për masat në Bruksel është njësur një kërkesë nga Kosova. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti Kosovës për drejtësi dhe 10 organizata të shoqërisë civile në Kosovë të hënën me anë të një letre të hapur dërguar liderëve të Bashkimit Evropian kanë kërkuar heqjen e masave ndaj Kosovës. Letra u është dërguar presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, presidentës Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, shefes për politikë të jashtme të BE-s Kaja Kallas, si dhe ambasadorit të BE-s në Kosovës. Ato kanë sfiduar, por jo dhe thyer besimin dhe partneritetin që lidh Kosovën me Bashkimin Evropian dhe idealet e tij të parimeve, drejtësisë, solidaritetit dhe shpresës. Për te indikimit të tyre financiar, këto masa kanë dekurajuar përpjekjet për reforma, kanë kufizuar punën e shoqërisë civile, thuhet mes tjerash në letrën e dërguar në BE. Ndrojmë temë. Në Maqedoninë e Veriut është mbyllur një garë zgjedhore tensionuar dhe vendimtare për drejtimin e komunave të vendit. Rezultatet preliminare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve tregojnë një fitore të thellë të VMRO-DPMNE-s dhe koalicionin e saj që kanë marrë epërsinë në mbi gjysmën e komunave. Opozita mbetet shumë prapa, ndërsa garë e fortë është zhvilluar edhe në bllokun shqiptar. Gara për udhëheqjen e komunave në Maqedoninë e Veriut përfundoi me një fitore bindëse të partisë në pushtet. Rezultatet preliminare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tregojnë epërsinë e qartë të VMRO-DPMNE dhe koalicionit të saj, të cilët prinë në 53 nga gjithsej 80 komuna. Ajo la krejt prapa socialdemokratët të LSDM-s, që triumfuan vetëm në 8 komuna. Më shumë se ta arritën koalicionin nga tabori shqiptar, vlen që dolën të paret me 9-sh, derisa rivalet e tyre nga Aleanca Kombëtare për Integrim kanë fituar në 5 komuna. Në 2 komuna me shumicë shqiptare, në balotazh si të paret do të shkojnë 2 kandidat të pavarur. Kurse në një komunë ka fituar edhe Lëvizja Znam, Partia Demokratike e Turqve dhe Unioni i Romëve. Rezultate më ndryshe ishin ato për kuvendet komunale, ku VMRO-DPMNE mposhti edhe me thellë LSDM-n, duke kryesuar në 58 komuna e duke lënë atë me 4. Në anën tjetër në bllokun shqiptar këtu dominoi AKI me 9 komuna përballë Vlenit me 6, gjërsa veç një komunë mbeti në duart e Partisë Demokratike të Turqve. Si fitues absolut i zgjedhjeve, kreu i VMRO-DPMNE dhe njëherësh kryeministri Kristian Mickoski e shpalli rezultatin si fitore historike. Sonte nuk festojmë, por premtojmë se do të punojmë edhe më tepër. Çdo votë do ta shndërrojmë në punë. Kemi fitoren e mbi 30 komuna që në raundin e parë, me dallim 2-1, e diku edhe 3-1. Para nesh janë edhe 2 javë ku duhet të rrethojmë ndryshimin që e filluam. E lideri partisë opozitare LSDM, Venko Filipçe, pranoi se rezultati nuk është ai i dëshiruar, por theksoi se partia e tij ka shënuar rritje të votave në disa komuna. Od dosega pristignatite rezultati? Mendoj se ky rezultat nuk është ai që e dëshironim, por duke pasur parasysh rrethanat nuk është rezultati i keq. Kemi rritje të votave në disa komuna, si për shembull 20% e ohër, shumë më shumë se vitin e kaluar. Në këtë drejtim do të punojmë intensivisht në periudhën e ardhshme. Garë e fortë për zgjedhje lokale është zhvilluar edhe për kryeqytetin Shkupin, ku qytetarët do të kthehen në kutitë e votimit për raundin e dytë. Në balotazh do të përballen Orse Gjorgjevski nga koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, i cili fitoi 39.43 të votave, dhe Amar Micenovic nga Partia e Majt me 13.20% të votave. Rundi i dytë i zgjedhjeve është përcaktuar për 2 nëntor. Pikërisht, gara në bllokun shqiptar ka prodhuar një ndër zhvillimet më të forta të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Izet Mexhiti nga Vlen fitoi në Çajir dhe i quajti rezultatin pensionim politik për Ali Ahmetin. Vleni doli e para në shumicën e komunave shqiptare, ndërsa Aleanca Kombëtare për Integrim regjistroi rënje krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Figuri politike dhe e dërgojnë në pension politik në krajat të vjetër e të vjetruar një politik të konsumuar. E mposhti ish partinë e tij dhe me të siguruar fitoren deklaroi se ka pensionuar nga politika ish shefin Ali Ahmetin.
Izet Mexhiti nga koalicioni vlen do të jetë kryetar i Çajirit qysh pas mandatit të parë. Me 51.8% të votave, ai fitoi ndaj ish-kryediplomatit e Maqedonisë së Veriut, që nga gara doli me mbi 40% të votave. Nga tabori shqiptar në raundin e parë vlen arriti fitore në numrin më të madh të komunave, në plot 9. Pos Çajirit, ky blok partish pa balotash fituan edhe në Haraçin, në Zhelin, në Saraj, në Bogovin dhe në Tarc. Ndërkaq në raundin e dytë shkon si fitues në Tetov ku mbi 45% Bilal Kasami do të matet sërish kundër Bajram Rexhepit nga Aleanca Kombëtare për Integrim, që mori vesh 36.6% të votave, apo diku 4.000 vota më pak. Vlen si e para shkon në balotazh edhe në Dibër, kundër një kandidati të pavarur dhe në Dollen në garë përballë kandidatit të VMRO-s. Ndërkohë në Struk, ky koalicion mbështeti kandidatin e pavarur, me Deqyra, që doli i pari dhe përballet në balotazh me Arsim Dalipin e AKI-s. Jashtë garës vlen beti në Studeniqan, ku rreshtua në vendin e tretë. Edhe aty në vend të parë doli një i pavarur, Azem Sadiki, që në balotazh e pret gara me Ejup Abazin e AKI-s. Kjo e fundit përveç si e dyta në Strug e Studeniqan, krahasuar me zgjedhjet e fundit, përfundoi dukshëm më dobët. Koalicioni me në krye Ali Ahmetin përfunduan të paret vetëm në 5 komuna. AKI fitoi Benqëm Vrapqishin aty ku zgjedhjet do të përsëriten për shkak të censusit, apo daljes në numër të pamjaftueshëm në zgjedhje. Benqëm ky koalicion fitoi Gostivarin sikurse edhe Lipkovën, e Plasnicën, të trija me mbi 60% të votave. E ajo që u konsiderua fitore historike ishte triumfi në Qashk, komunë që shqiptarët e fituan për herë të parë. Në një garë ku Suaz Shaqirov mpushti pa balotazh 2 kundër kandidatën nga tabori Maqedon. Një komunë me shumicë shqiptare në raundin e parë i takoi një kandidati nga Maqedonet. Në Kërqov, Aleksandar Jovanovski nga VMRO doli fitues me 44.9% të votave, përballë 3 kandidatëve shqiptar. Megjithaty, aty fitoria e shqiptarëve, nga të cilët në raundin e dytë këto shkon kryetari aktual Fatmir Dahari i AKI-s. Sa i përket garës për asamble, AKI dominon bllokun shqiptar, si fitues në 9 komuna, në Bogovin, Rapqisht, Gostivar, Lipkov, Plasnic, Saraj, Struk, Studeniqan dhe Qashk. Derisa vlen prin në 6, në Haraçin, Dibër, Zhelin, Tearc, Tetov dhe Çajër. Themi zhvillimeve në vend, Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar të dielën mbrëma një zyrtar policor në ndyshimin se ka kryer dhunë në familje. Informacioni për rastin ka mbërritur në orët e pasdites, duke treguar se zyrtari në Prizren dyshohet për kryerjen e veprës penale. Pas marrjes së informacionit, hetuesit e IPK-s kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. Pas disa veprimeve fillestare është konsultuar prokurori kompetent dhe saktuar masa ndalimit për 48 orë për zyrtarin policor. Përveç ndalimit, ai është gjithashtu suspenduar nga policia e Kosovës me rekomandim të IPK-s. Hetuesit në koordinim me prokurorinë themelore në Prizren do të vazhdojnë veprimet hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e rastit. Lajme më të mira nga pasditja vijnë për Policinë e Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmen Hoxha, ka ndarë 19 vetura të reja hibrid për policët e lagjës për mbulimin e zonave sektoriale në të gjitha drejtoritë rajonale. Lajmin e ka bërë të ditur Policia e Kosovës përmes një komunikate zyrtare. Përmbushja e objektivave të strategjisë policimit të drejtuar nga inteligjenca dhe policimit në bashkësi, si dhe forcimi qasjes proaktive ndaj kërkesave të qytetarëve tashmë mundsohet më lehtë dhe më shpejt fal pajisjes me automjete zyrtare. Kjo edhe një herë dëshmon për kushtimin e menaxhmentit të policisë për një qasje gjithnjë më proaktive ndaj komunitetit, për forcimin e bashkëpunimit dhe komunikimit me qytetarë, si dhe për rritjen e mëtemet të besueshmërisë dhe transparencës institucionale, thuhet tutje në komunikat. Me ka që edhe po përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve. Për këto dhe shumë informacione të tjera klikoni në Gazeta Express. Vazhdojnë të qëndroni me ne, duke filluar nga ora 20:45, do jeni me misionin pressing me Leonard Kërçuk. Falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.